është e vërtetë sepse nëse ku është aftësia jote pastaj? Ku është vlera jote? Ja, për shembull, nëse shikojmë një piktor, le të marrim kryeministrin Edi Rama, që ka bërë një pikturë. Edhe në anën tjetër që kryeministri Rama mund të jetë ai që është inteligjencë natyrale, ka bërë pikturën me emocion, me ndjenja, ka hedhur pikërisht në telaj çdo gjë. Kurse çfarë mund të Pra, po thua që s'ka inteligjencë artificiale që ja merr dorës kryeministrit për pikturë. Kjo pak po e sigurt një. Çfarë thua ti, se mos vetëm për atë, po për atë punë. Ja ish prizën Rama, çfarë thua? Por që nuk mund ta krahasoj mendoj një Edi Ram, siç është me një Edi Ram ai, mbas edhe mundet në një të ardhme, por ky me AI mbas e na fut vërtet në 2030 në Bashkinë Evropiane, ha? Po. Ky unë mendoj që pa AI ky do na fusin në 2027. Në 27. Kurse me AI 30. Tu do jemi Erman Marteniga, do ta diskutojmë. Ishte shumë e madhe që isha pranjues me këto tematika interesante. Okej, ne jemi këtu sa herë që ke diçka të re në këtë fushë. 8:30 minuta ora, ne shkëputemi për publicitet të